cili është djalli që po tenton të hyjë në mes nesh, cili është djalli që po provon që t'ju lërë fëmijëve tanë në kurris, diçka nga e cila ne duhet i mbrojmë, cili është djalli që po shfrytëzon një investim për një zhvillim turistik, për të shpërndar një djallëzi të madhe, sa e gënjeshtërt, aq edhe çuditërisht e thithur nga ata që duan të gjejnë rrugë për urrëtitjen. Ç'lidhje ka Izraeli me investimin atje në Zvërnec? Ç'lidhje ka marrëdhënia me shtetin e Izraelit në një investim ku dy investitorët kryesor janë dy musliman, dy vëllezër bashkëpronar të njërës prej kompanive më të mëdha të lindjes mesme. Nga Katari, që nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin. Apo se dhëndri i presidentit të Shtetit Bashkuara është hebre. Po pastaj, kaq budallëj mund të bëhemi ne sa, më falni, po të hedhim përpjet ato që zgjidhet dhe t'i bëjmë kashillok dynjas, ndërkohë që ne jemi shumë të vegjël për të bërë kashillogje të tilla dhe duhet jemi mjaft të ushturit mençur që ne të na duan që të gjithë dhe me të gjithë ata që duhet ne t'i kemi marrëdhëniet vllazërore, miqësore, strategjike. Kam dëgjuar ca molotovar edhe ca karneval që thonë nuk ka lidhje fare Irani këtu. Kjo është një protest bio. Protesta e atyre që janë shqetësuar për Zvërnecin është bio. Natyrisht. Por ajo që bëjnë vendet të cilat futen armiqësisht në trupin e një vendi tjetër është pikërisht shfrytëzimi i protestave bio, i mërzive, i sekëlldive, i shqetësimeve, i alarmeve bio. Dhe pastaj e din ata si çfarë bëjnë. Se duhet jesh idiot që të mohosh përfshirjen aktive të një vendi armik, i vetmi vend armik që ka Republika e Shqipërisë. Jo se kemi zgjedhur ne ta bëjmë armik, po se ka tentuar të na shkatrojë të gjithë investimin që kemi bërë për infrastrukturën digjitale, është Republika Komeniste e Iranit. Dhe duhet jesh idiot që të thuash Irani nuk ka asnjë punë, kur vetë zëdhënësi i qeverisë iraniane shkruan Shqip Ramaik. Shqip. Dhe ndërkohë nuk është e rëndësishme se sa shumë ka lidhje të drejtë për drejta një armik që futet përmes rrjeteve digjitale dhe tenton të bëjë çorap vendin tënd. Nuk është si fijet që priten, por është se si dikush tjetër shfrytëzon ty, shfrytëzon sinqeritetin tënd për ta bërë çorap vendin tënd. Dhe nga ana tjetër, si shpjegohet që është hedhur përpjet gjithë dynjaja që ka të bëjë me turizmin në Greqi? Si shpjegohet kjo? Jo qeveria greke, jo politika greke. Gjithë dynjaja. Sepse jemi futur në territorin e një konkurrence të ashpër dhe një konkurrence me ata që kanë vite që e zotrojnë këtë treg.